Herët mbledhjen e kryesisë së qendrës së Prishtinës, ku në mënyrë unanime qendra e Prishtinës zgjodhi të jetë kandidat për kryetar Prishtinës nga lëvizja vetëvendosje Hajrullah Çeku. Dashur aktivistë, anëtar, përfaqësues, zyrtar që jemi këtu para juve, bashkë me juve, për këtë nominim të kryesisë vetëvendosjes në Prishtinë, për Hajrullah Çekun si kandidat për kryetar të Prishtinës dhe kryetar të ardhshëm kryeqytetit. Në atë balkonin e hapur të qeverisë, pas dite bën tepër shumë vap, këtu qenë ka shumë këndshëm, freskë e bukur, dhe është për të ardhur keq që në celin qendrore të vetëvendosjes nuk e kemi një ambient si kjo. Natyrisht nuk jam duke sugjeruar kufar rokade. Ta bëjmë, e keni zënë këtë vend, e këzofshi. Ju shkofshim punë sa më mbar e mirë, e besoj që kjo tash është shumë më e mundshme me Hajrullah Çekun në ball, i cili është aktivist i devotshëm, edhe i vetëvendosjes, edhe i shoqërisë civile, qysh se një, e në anën tjetër njeri i kulturës, patriot, intelektual, çfarë i duhet kryeqytetit në secilën fushë që do ta qeverisim pas zgjedhjeve të 12 tetorit, kur do të jemi në ballë të përgjegjësisë edhe për arsimin, shëndetësinë, urbanizmin, sigurinë. Pastaj do të jemi gjithashtu në ballë edhe sa i përket emergjencave të ndryshme, mjedisit e gjelbrimit, energjisë, lëvizshmërisë, e kështu me radhë, gjithçka që e bën një kryeqytet qytet. Pra kërkush nuk ka dyshim që Prishtina është kryeqytet, mirë po me Hajrullah Çekun do ta bëjmë një qytet i cili do të hyjë në hartën e kryeqyteteve të Evropës, në të cilën njerëzit edhe jetojnë mirë, edhe banojnë dinjitetshëm, edhe punojnë shumë, por edhe mirë presin turist nga mbar bota, e kjo sa vije e shtohet në vendin tonë, posaçërisht në Prishtinë. Krejt në fund, lërat mesdhetare në vitin 2030 varen shumë prej asaj se çfarë do të bëjmë Prishtinë, e çfarë do të bëjmë Prishtinë do të varet nga vetëvendosja edhe Hajrullah Çeku. Me 12 tetor janë zgjedhjet, do të thotë i kemi 4 muaj minus 6 ditë, do të thotë i kemi 3 muaj e minus 6 ditë deri në fillim fushatës, e ju e dini që në çdo zgjedhje në Kosovë, para zgjedhjeve ka fushate, para fushatës ka para fushatë, e cila fillon sonte. Urime edhe një herë e faleminderit.